Arbeni kishte vite që jetonte duke besuar se çdo mëkat mund të shplahej me një lutje të shpejtë. Ai nuk ishte njeri i ligë, por as i drejtë. Jetonte mes kompromisit dhe justifikimit. Një natë, ndërsa po ecte vetëm në shi, dëgjoi zërin e një predikimi që vinte nga një radio e vjetër në një dyqan të mbyllur. Fjala ishte e qartë dhe therrëse. Jo çdo mëkat gjen falje. Zemra ju drodh. Ai ndaloi, sikur dikush i kishte folur drejt për drejt shpirtit. Që nga ajo natë, fjala mëkat i pafalshëm nuk i largohej nga mendja. Filloi të ndjej një peshë të padukshme mbi ndërgjegjen e tij. Pyetja nuk ishte më nëse Zoti fal, por nëse ai vetë kishte kaluar kufit pa e kuptuar. Dhe kështu nisi rrugtimi i tij drejt së vërtetës, një udhë e errët, e frikshme, por e domosdoshme. Arbeni filloi të kërkojë në shkrimet të shenjta, libra të vjetër dhe dëshmi njerëzish. Fjala që përmendej më shumë të ishte ngurtësimi i zemrës. Jo një gabim i vetëm, por një proces i gjatë mosbindjeje, krenarie dhe përbuzjeje ndaj së vërtetës. Nuk ishte mëkati ai që ndante njeriun nga Zoti përjetësisht, por refuzimi i pendimit. Arbeni e kuptoi se kishte vite që justifikonte gjithçka. Ai nuk kërkonte më falje, por vetëm arsyetime. Zemra e tij nuk thyhej më për asgjë. Lotët mungonin, frika kishte ikur. Ndërgjegja ishte mpirë. Dhe pikërisht kjo e tmerronte më shumë. Nuk ishte zjarri i ferrit, por ftohtësia e shpirtit që nuk ndjen më asgjë. A kishte hyrë edhe ai në këtë fazë? Kjo pyetje filloi ta ndiqte kudo. Në kërkimet e tij, Arbeni u përball me një fjali që i ngriti gjakun. Mëkati kundër shpirtit të shenjtë, i përmendur si i vetmi që nuk falet. Përpse? Ai mësoi se nuk bëhej fjalë për një fjalë të thënë gabim, por për refuzimin e plotë dhe të vetëdijshëm të zvërtetës. Të shohësh dritën dhe të zgjedhësh errësirën, të ndjesh thirrjen e Zotit dhe ta mbytësh atë me krenari. Kjo ishte forma më e thellë e rebelimit. Arbeni ndjeu një frikë të re, më të thellë se çdo frikë që kishte njohur. Ai filloi të pyes veten sa herë kishte ndjerë zërin e ndërgjegjes dhe kishte shtypur. Sa herë kishte parë të vërtetën dhe kishte zgjedhur të mbyllte syt. Gënjeshtra nuk ishte vetëm fjalë pa vërtet. Ajo ishte mënyrë jetese. Arbeni e kuptoi se kishte ndërtuar një realitet mbi mashtrime të vogla, që me kalimin e kohës u bën të mëdha. Gënjeu njerëzit, gënjeu veten. Por më e rënda ishte se filloi të gënjej edhe Zotin në lutjet e tij. Ai lutej, por pa sinqeritet. Kërkonte falje, por pa pendim. Kjo e largoi edhe më shumë nga drita. Gënjeshtra, e veshur si paqe, e çoi në errësirë të thellë. Krenaria ishte rënja e çdo rebelimi. Ashtu kishte rënë edhe Luciferi. Arbeni e kuptoi se krenaria i kishte marrë gjithçka, aftësinë për të kërkuar ndihmë, për të pranuar fajin, për të përulur. Ai nuk i përkulej më as Zotit as së vërtetës. Në sytë e tij, ai kishte gjithmonë të drejtë. Arbeni filloi të shfaqej i devotshëm në publik, por në fshehtësi jetonte ndryshe. Hipokrizia ishte maska e tij. Ai fliste për drejtësi, por ushqente pa drejtësi. Fliste për besim, por jetonte pa frikë nga Zoti. Mohimi nuk ishte vetëm dyshim, por zgjedhje. Arbeni filloi të mohonte gjithçka që e bënte të ndjehej fajtor. E vërteta u bë armike. Fjalët e tij shkatruan njerëz. Ai nuk e kuptoi se shkatroi edhe veten. Dhuna nuk ishte vetëm fizike, ishte edhe emocionale. Arbeni lëndonte me fjalë, me indiferencë, me ftohtësi. Mëkati i pafalshëm nuk ishte akti, por refuzimi për t'u kthyer. Zemra e Arbenit kishte frikë të thyej. Një natë Arbeni pa një dritë të fortë në qiell. Zemra ju drodh. Zoti ende po e thërriste. Ai luftoi me veten, me krenarin, me frikën, me të shkuarën. Për herë të parë pas shumë vitesh, Arbeni qau me sinqeritet. Pendimi i vërtet ja ndryshoi shpirtin. Zemra e ngurtë filloi të pulsonte sërish. Arbeni e kuptoi.
Zoti nuk refuzon njeriun, por njeriu refuzon Zotin. Mëkati i pafalshëm nuk është gabimi, por refuzimi i pendimit deri në fund.